Pas 20 shkurtit të vitit 1991, 10 shkurti i vitit 2026, do të shënohet në analet e përpjekjeve të shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar dhe njerëzor, si ngjarja më e rëndësishme, si faqja më e ndritur e kryengritjes paqësore të shqiptarëve për çlirimin nga diktatura autoritare e organizatës kriminale që kryesohet nga Edi Rama. Një mirënjohje dhe nderim të pakufishëm atyre burrave dhe grave, djemve dhe vajzave, që dje me protestet e tyre, kryengritjen e tyre paqësore, rikthyen shpresën, rikthyen besimin e shqiptarëve në triumfin e tyre, në fitoren e tyre mbi narkoshtetin. Shqipëria është tjetër sot, nuk është më kurrë ajo e një dite më parë. Dhe kjo është merite e madhe e njerëzve të sakrificës, e njerëzve të idealeve, e njerëzve të gatshëm të përballen për të mbrojtur vlerat në të çmuara të njeriut. Detyrimi ndaj tyre është i pakufishëm. Protesta e djeshme bini çdo shqiptar se fitoria mbi narkoregjimin është e sigurt, se Edi Rama është një kufom politike pakallur, se regjimi i tij kundërmon në Shqipëri dhe në Europë dhe duhet hedhur sa më parë.